Sadakaja në këtë botë shpërblen Allahu se ai tyje ta shton atë çka quhet qetësi shpirtërore. Shpesh herë njëri nuk është rahat me zemrën e vet, nuk është rahat me shpirtin e vet, nuk është rahat në jetën e vet. E ke parasysh jeta sot dinamike, jeta sot me stres, jeta me depresion, dikush me hapa qetësuese. Por është një send që na e besojmë se është urdhën dhe është fjalë e Zotit dhe është fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe këtë rast themi shtimi i qetësisë në shpirtrat tona është një nga shpërblimet e anës Zotit kur ti je me sadaka. Edhe element tjetër, edhe pse ka shumë, Allahu dhul xhelal ti hap dyert e rrezikut. Kur ti je bamirës dhe kur ti mundohesh ndihmosh, kur ti mundohesh sadakan tënde ose dorën tënde mos ta ndalesh dhe mundohesh ta ndihmosh rrethin atij ku je, ta di se derat e rrezikit i ki për anës Allahu dhul xhelal të hapura. Shpërblimet e sadakas nuk janë vetëm se këtë botë, që na i përmendëm disa prej tyre, por Allahu dhul xhelal besimtarin e shpërblen edhe botën tjetër. Ana e besojmë atë ditë, e besojmë atë moment dhe e besojmë ditën e gjykimit. Një prej shpërblimeve të cilat kanë përmendur dietarët është marrja prej fjalës së pejgamberit alayhis salam se ai i cili ka dhënë sadaka do të jetë në hijen e Arshu Alas në ditën e Kiametit. Ose në hijen e sadakas së tij. Hije sadakas së tij. Ku pos asoj hije nuk do të ketë tjetër hije. Është hadithi i gjatë i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, 7 grupe njerëzi do të jenë në hijen e Arshit të Allahut dhul xhelal. Një prej tyre është ai i cili ka dhënë sadaka me dorën e gjathë e majta nuk e ka pa. E keni parasysh, domethënë as trupi, një pjesë e trupit tonë mos e shohë, kuptimi është që ti kur e ke dhënë këtë punë dhe kur e ke bërë këtë vepër të madhe, e ke edhe shpërblimin të Allahut dhul xhelal. Elementi tjetër është pesha e madhe e veprave dhe është pesha e madhe e veprave të cilët do të peshohet në ditën e gjykimit. E një prej tyre është që do të peshohet edhe kjo punë e mirëfillt, kjo punë vullnetare, të cilën ti e ke bëhe kur je ka në gjallë. Pastaj është një derë prej derave të xhenetit, është dera e bamirësisë dhe është dera sadakas. Allahu dhul xhelal e ka përgatitur në xhenet për ty nëse je bamirës, për ti i cili ban mirë, për ti i cili jep sadaka, e kështu me radhë. Vetëm ta bëjmë qartë për vëllezërit dhe motrat tona. Çështja e sadakas, Allahu prej neve nuk i kërkon këtë pasurinë me dhënë. Allahu gjithashtu kërkon ata që zemra jone është e qetë dhe e jep me, domethënë me plot kënaqësi edhe me plot pajtim shpirtëror. Se e jep ata. Me vullnet. Po e jep edhe vetëm për hir të Allahut. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman. Do të thonë ata i ushqejnë ata që edhe pse e duan vet, por e japin.